Ju lutem të gjithë së bashku në respekt të himnit kombëtar. Akademik, të nderuar të ftuar. Sot kemi nisur javën e festimeve me rastin e 30 vjetorit të universitetit, fest e cila do të kulmoj ditën e premte me ceremoninë zyrtare. Dhe ku ka më bukur se sa nisja e festimeve me Fakultetin e Shëndetit, si një ndër themeluesit e këtij universiteti 30 vjet më parë. Dhe akoma më bukur kur ceremonitë e diplomimit të studentëve për çdo fakultet fillojnë me ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit të Shëndetit, të cilët prej vitesh kanë qenë, janë dhe do të jenë krenaria e universitetit. Sot është festa juaj dhe duhet ta gëzoni atë. Sot është festa e familjeve tuaja, që nuk ka asnjë dyshim që janë familje të mrekullueshme, përderisa kanë zgjedhur t'u arsimojnë në Fakultetin e Shëndetit në Universitetin Ismail Qemali të Florës. Sot finalizojnë dhe kurorëzojnë përpjekjet e përbashkëta tuajat, familjes tuaj dhe stafit akademik. Dhe nga ky proces, përfituesi është edhe shoqëria, sepse kudo ku punojnë studentët e fakultetit tonë, fjalët janë nga më të mirat. Fakulteti i Shëndetit mbart një histori që kalon përtej 30 viteve universitet. Fillon që me hapjen e shkollës së mesme mjekësore në Vlorë, guri i themelit në formimin e sa profesionistëve shëndetësor, mjek e infermierë në Shqipëri, drejtues e kuadro të lartë, të cilët krijuan një bërtham shumë të fortë për themelimin e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, që këtë vit mbush 30 vjet. Dhe pikërisht, këto kuadro dhe këta profesionistë na bëjnë krenar me arritjet e tyre kudo ku kontribuojnë, në shëndetësi, brenda dhe jashtë vendit. Kemi një histori të tillë të lavdishme, prandaj edhe jemi krenar. Ju studentët tani jeni më të mirët. Dhe këtë e keni treguar edhe kur keni shkuar në programet Erasmus që Fakulteti i Shëndetit, Universiteti i Vlorës ofron në vendet si në Estoni, Poloni, Austri dhe kudo tjetër. Që jeni më të mirët, këtë në fakt e tregojnë edhe rezultatet e provimeve të licencimit si profesionist shëndetësor. Kemi shumë për të thënë, por sot është festa juaj, është dita juaj dhe është radha juaj për të folur dhe për të treguar emocionet e përvojat tuaja. Do të ftoja të gjithë së bashku që në monitor të ndiqnim një video të shkurtër me një fotomontazh nga të gjitha ceremonitë e diplomimit ndër vite që janë bërë në universitetin tonë. Faleminderit. Dua të them se ndihem e aftë dhe e gatshme për të dhënë kontributin
kontributin tim në fushën e mjekësisë. Kjo, falë këtij fakulteti dhe gjithë stafit pedagogjik të fakultetit të shëndetit, të cilët jo vetëm dinë të bëjnë shumë mirë detyrën e tyre, por edhe e çojnë atë mëtej, duke na nxitur dhe duke na angazhuar për të qenë dhe për të vepruar edhe jashtë bankave të shkollës. Pa diskutim, sot dua t'i falenderoj të gjithë stafin pedagogjik të fakultetit të shëndetit, sidomos pedagogët e mia të 3 viteve, dhe ju uroj shumë suksese të gjithë të diplomuarëve sot, duke ju thënë që kur të hidhni kapelat, të ndjeni krenar për veten tuaj. Faleminderit. Professors, friends and family, and congratulations to all of you who just got your degree. My name is Matthias. I'm from Norway, and I have 2 girls with me sitting over there, Ingrid and Michelle. We are Erasmus students from Norway. We are incredible, grateful for the opportunity to be in Norway. From day one, we have been met with kindness and openness among people here in Norway. People have helped us with everything we need, both in school and everyday life too. Sorry. Atëherë Matias është shoqëruar së bashku edhe me 2 studente të tjera që ndjekin programin Erasmus tek ne. Është shumë i kënaqur programin që është duke ndjekur dhe paraprakisht falenderoj të gjithë ju që jeni prezent këtu, qoftë studentë, familjarët e tyre për ceremoninë e diplomimit. Ka ndeshur në mikpritjen e të gjithëve, qoftë edhe jo vetëm brenda fakultetit, por njëkohësisht edhe jashtë fakultetit për kohën që ka qëndruar këtu. We also have learned, we're very happy to have learned from such talented and nice professors at the school. Throughout our stay, we had many good experiences at the psychiatric hospital and the emergency in field. And we really appreciate we truly come to appreciate how beautiful Glory is too. We want to thank you for giving us this chance to be a part of this beautiful country, Albania, and we carry on with many good memories from this exchange. Matias ka qenë shumë i kënaqur nga eksperienca që ka kaluar gjatë fillimit qoftë të orës mësimore në urgjencë, por njëkohësisht edhe në praktikat mësimore në spitalin e psikiatrisë, por njëkohësisht edhe në spitalin memorial. Dhe sigurisht shpresoj që kjo eksperiencë e tij të jetë mëtej edhe për të tjerët dhe shumë i kënaqur nga Vlora dhe mikpritja në qytetin tonë. Faleminderit. Thank you very much. Përshëndetje, unë jam Ervina Elezaj. Eksperienca ime gjatë programit Erasmus në Estoni si studente e infermierisë ka qenë një eksperiencë shumë pozitive. Për fatin tim të mirë, unë kam pasur të bashkëpunoj me një staf i cili më ka qëndruar pranë, përveç se shumë profesional, ata kanë qenë këshillues dhe mbështetës në gjithë eksperiencën time. Përvoja dhe eksperienca që kam fituar gjatë eksperiencës në Erasmus do të më shërbej mua gjatë gjithë karrierës time profesionale. Gjithashtu dua të falenderoj të gjithë pjesëtarët e universitetit tonë që na japin këtë mundësi për të qenë pjesë e kësaj përvoje dhe eksperience dhe gjithashtu stafin e palodhur të fakultetit të shëndetit. Ju invitoj të gjithë studentët të jenë të aplikojnë për të qenë pjesë e këtij programi dhe të japin vetes mundësinë për të provuar një eksperiencë siç është Erasmus. Faleminderit. Shumë faleminderit studentëve të cilët përshkruan eksperiencat e tyre këtu. Unë tani do të doja të ftoja dekanin e Fakultetit të Shëndetit, profesori asociuar Engelej Pilli, për përshëndetjen e tij në ceremoninë e diplomimit të ditës së sotme. Faleminderit. Nderuar kryetare Senat Akademik dhe rektori Universitetit Ismail Qemali, profesor doktor Aurela Salia, të nderuar antarë të Senatit Akademik, të nderuar antarë të Bordit të Administrimit, të nderuar zonja zëvendësrektore, profesore asociuar Majlinda Zahe, të nderuar drejtues të njësive kryesore dhe njësive bazë të Universitetit Ismail Qemali Vlorë, të nderuar drejtoresh të Spitalit Psikiatrik Ali Mihali, zonja Mariola Muhaj, të nderuar përfaqësues të drejtorisë rajonale të operatorit të shërbimit të kujdesit shëndetësor dhe të shëndetit publik, të nderuar antarë të trupës akademike të Universitetit Ismail Qemali, të nderuar përfaqësues të stafit ndihmës akademik dhe administrativ, të dashur student, prindër dhe familjar. Është nder dhe kënaqësi për mua të përshëndes këtë aktivitet të rëndësishëm në emër të stafit akademik dhe atij ndihmës akademik dhe administrativ të Fakultetit të Shëndetit. Dëshiroj t'ju përgëzoj për arritjet tuaja dhe t'ju uroj suksese në vazhdim në një të ardhme të ndritur.
Të dashur student, kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ju dhe familjet tuaja. Tashmë keni përfunduar një cikël studimesh ose dy. Përvoj kjo që do t'ju shërbej si bazë e konsoliduar për rritjen tuaj profesionale dhe zhvillimin personal në të ardhmen. Secili prej jush ka bërë dhe të vazhdoj të bëjë rrugëtimin e tij me studime të tjera apo me përfshirje në tregun e punës, për realizimin e qëllimeve që i keni vënë vetes apo për të bërë realitet dëshirat dhe ëndrat e viteve si student. Gjatë rrugëtimit tuaj, disa vjeçar keni kaluar momente të bukura, vështirësi, por ja ku jeni sot, duke pritur të hidhni kapelen e diplomimit. Dhe kjo arritje është fal përpjekjeve tuaja, ndihmës dhe mbështetjes së pakushtëzuar të familjes dhe pedagogëve tuaj. Aleksandri i Madh ka thënë një fjalë: "I jam boshllëk prindërve të mi për jetesën dhe mësuesve të mi që jetojnë mirë." Prandaj, mos harroni kur familjarët, prindrit tuaj dhe pedagogët që keni arritur deri në këtë moment. Tani për të gjithë ju fillon një kapitull i ri. Pavarësisht se ku do të shkoni dhe çfarë do të vendosni të bëni, ju presin shumë sfida, të cilat do t'i sugjeroja secilit prej jush t'i përballoni ballazi me kokën lart dhe zemrën e hapur. Keni arritur në një moment kyç të jetës tuaj dhe duhet të bëni zgjedhje, ndoshta të vështira, sepse nga to do të varet karriera, jeta juaj dhe ardhmja juaj. Kështu që duhet të përpiqeni të shkëlqeni në të gjithë sa gjërat që bëni, të bëni më të mirën në çdo detyrë që do të kryeni, e madhe apo e vogël. Sigurisht, ju sot do të largoheni nga Fakulteti i Shëndetit, por gjithmonë një pjesë e juaja do të ngelet këtu. Nga ky moment e në vazhdim, jeni ambasadorët tanë më të mirë të fakultetit dhe të Universitetit Ismail Qemali. Ceremonia sotme përkon me datën e Universitetit Ismail Qemali, i cili feston 30 vjetorin e tij dhe do të mbetet lehtë në kujtesën e secilit prej nesh. Fakulteti i Shëndetit ka qenë dhe është promotor i njohurive dhe dijes, jo vetëm në rang rajonal, por edhe në kombëtar e MGJ, përmes programeve të studimit të akredituara që ofron dhe të njohura ndërkombëtarisht. Një pjesë e madhe e alumnit të fakultetit janë të punësuar në institucione publike private në Shqipëri dhe jashtë saj, dhe arritjet e tyre na bëjnë sigurisht shumë krenar. Ne do të vazhdojmë të fokusohemi në mësimdhënien, në kërkimin shkencor dhe në ofrimin e shërbimeve ndaj të tretët. Pavarësisht rrugëtimit dhe zgjedhjeve tuaja, ndoshta nuk do të keni fuqinë për të frymëzuar gjithë botën, po të përpiqeni për të arritur suksesin, por të jeni të bindur që ju keni fuqinë dhe të përpiqeni të arrini majat e suksesit për veten tuaj. Dhe këtë mund ta bëni duke shfrytzuar potencialin tuaj të plot. Dhe kështu, nëse secili nga ju mendon pozitivisht se është në gjendje të arrijë këtë, thjesht imagjinoni efektin që do të kishte në jetën tuaj, në atë të familjarëve tuaj dhe të afërmit tuaj dhe në gjithë shoqërinë ku jetoni. E ardhmja me të vërtet është në duart tuaja. Ndaj mundoni të bëni më të mirën që është e mundur. Edhe një herë, në emër të stafit akademik, stafit administrativ dhe të gjithë studentëve, ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Ftoj rektorin e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, profesore Aurela Saliaj. Ndihem dyfisht e nderuar që mund ta bëj këtë ftesë, sepse prej 14 vitesh kemi qenë dekane e Fakultetit të Shëndetit dhe njëkohësisht pas periudhës të kryet të këtij fakulteti, ndodhemi sot në krye të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, kjo falë dhe fuqisë vendimarrëse të një pjesë shumë të madhe të studentëve që ndodhen këtu. Nderuar senat akademik, të nderuar të ftuar, të dashur student, të nderuar prindër dhe familjar. Ndihem shumë e privilegjuar dhe shumë emocionuar sot që e kam herën e parë që u flas studentëve të mi si rektore e këtij universiteti, të më nuk kaq masive. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme dhe prandaj privilegji jonë është shumë i madh që jemi këtu së bashku për të ndarë emocionet e ditës suaj të diplomimit. Siç e përmendi edhe dekani i fakultetit më përpara, ky është një moment kyçi, një stadium i zhvillimit. Mbyllet një kapitulli i edukimit të deritanishëm dhe hapet kapitulli i ri i punësimit. Na keni bërë jashtëzakonisht shumë krenar në gjithë rrugtimin tuaj të deritanishëm. Na keni bërë krenar si student, me energjinë tuaj, me përkushtimin tuaj, me korrektesën në punë, me atë grindën tuaj për ta përfituar profesionin sa më tepër nga pedagogët tuaj dhe nga institucionet shëndetësore. Dhe jam e bindur që do na bëni krenar edhe kur të dilni në punë, siç na kanë bërë krenar brezat tuaj paraardhës. Na kanë bërë krenar në rezultatet e licencimit, na kanë bërë krenar në vendet e punës, si brenda si jashtë, në karrierën profesionale që keni arritur të bëni në çfarëdo lloj vendi të Evropës, kudo që keni vajtur. Keni një profesion shumë të rëndësishëm.
Është një nga profesionet që ka njohja automatike në BE, dhe me futje në BE, çdo diplomë që do merret në Shqipëri në fushën e infermierisë, në fushën e shëndetit, do të njihet automatikisht në tregun e punës evropian. Prandaj rrugët tuaja janë të hapura në të gjitha drejtimet. Unë ju uroj të jepni më të mirën tuaj, siç e keni dhënë gjatë viteve të studimit, po edhe ata që nuk e kanë dhënë më të mirën, prap kanë treguar që kanë arritur të bëjnë karrierë, të ecin përpara dhe të bëjnë profesionistë të shkëlqyer. Uroj më të mirën në të ardhmen tuaj, faleminderit që ishit pjesë e Fakultetit të Shëndetit, faleminderit që ishit pjesë e Universitetit Ismail Qemali Vlorë, dhe jam e bindur që do ta mbani gjithë jetën me nder emrin e alumnit të këtij universiteti. Sukses! Kryetarin e bashkisë, zotin Ermal Dreda, për të përshëndetur ceremoninë e diplomimit. Përshëndetje të gjithëve, do ta filloj përshëndetjen time nga rektorja e universitetit, edhe pse ka dy vlera në këtë moment, përveç se është rektorja e Universitetit të Vlorës, ka qenë në fakt edhe burimi i inspirimit për ju, ka qenë dhe mbështetja juaj më e madhe deri dje, për t'ia kaluar pastaj stafetën e Keledit. Jam i sigurt që do të bëj një punë të shkëlqyer me ju, por dua të theksoj që duket që ka marrë frymë Universiteti i Vlorës, duket që gjërat po ecin në rrugën e mbar, duket që numrat kanë tendencë për të shtuar. Më vjen mirë kur bisedoj me unë rektore dhe më thotë që janë 4300 studentë gati fakt regjistruar në Universitetin e Vlorës, jo vetëm te infermieria, por të gjitha degët e tjera të universitetit. Kjo na bën krenar sepse duam ta çojmë aty ku ka qenë në fakt. Ka qenë 12.000 studentë para 10 vitesh në Universitetin e Vlorës. Fatkeqësisht numrat kanë rënë për arsye nga më të ndryshmet, por tendenca është gjithmonë në rritje. Pra, kultivimit e dia duket që ka marrë vëmendjen e vet, të rinjt janë orientuar drejt dijes, dhe më vjen mirë që këto lloj stafetash në fakt, siç ka lënë rektoria te dekani, i sapo emëruar apo i sapo zgjedhur, ashtu edhe stafeta në jetë ka rëndësinë e vet. Pra, është stafeta e kultivimit, që ju e keni bërë me devotshmëri, dhe këtu kanë merita shumë njerëz, përveç jush që keni dhënë kontributin tuaj për të kultivuar sa më shumë, edhe pastaj prindit tuaj që kanë qenë mbështetja tjetër me fort, dhe patjetër pedagogët. Pra, është një treshe që plotëson njëra tjetrën dhe pastaj krijon atë bazën themeltare për të krijuar të ardhmen tuaj sa më të mirë. Po kjo ardhmja juaj kalon te stafeta e dytë. Është stafeta e kontributit. Dhe jam i sigurt që kontributi juaj për të pasur një shoqëri më të shëndosh, meqense jemi edhe në momentin e ceremonisë së diplomimit të studentëve që vjen nga infermieria, jam i sigurt do të bëni më të mirën për të pasur jetë më të shëndosh, për të krijuar familje më të shëndosha dhe patjetër pastaj jo vetëm për të kontribuar jashtë vendit, siç e përmendi rektoria, por do të isha shumë i lumtur gjithë kontributi juaj të vazhdojë të jetë brenda territorit shqiptar. Sepse gjithë politikat qeverisë tregojnë një tendencë rritje qoftë edhe në aspektin e trajtimit për pagat tuaja në të ardhmen. Unë ju uroj më të mirën, ndihem shumë krenar për ju, siç ndihet krenar bashkia, siç ndihet krenar qyteti i Vlorës, siç do ndihet krenar gjithë Shqipëria për ju. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit. I nderuar kryetar, kemi kënaqësinë që studentë e ekselencës të dorëzoni dhe diplomat. Atëherë, ftoj studenten Irisa Brahimi. Aktualisht do të shpërndajmë 8 diploma, që janë diplomat për studentët ekselentë që kanë qenë për gjatë këtij viti akademik që diplomojnë ditën e sotme. Irisa Urima. Iris Bellaj. Iris Urime, edhe të ndjekin hapjen tënde dhe studentët që janë në vazhdim. Faleminderit. Oreida Elezaj.
vicerektorja Dodër Krahmeje, ftoj studentët Aulona Bejo, Joana Kachaj, dekanin e fakultetit për shpërndarjen e 2 certifikatave të tjera për studentët e ekselencës, Kujtime Bregu. Erisilda Tare. Vazhdoj me procesin e diplomimit. Ftoj zëvendës rektore në Universitetit Ismail Qemali të Florës, profesore asociuar Majlinda Zahaj, si edhe një prej drejtueseve në të vjetra të Fakultetit të Shëndetit dhe prej mëse 16 vitesh në krye të Departamentit të Infermierisë për të dhënë diplomat për studentët në këtë ceremoni diplomimi. Suksese dhe ishim me fat. Albert Balla. Albina Beqiraj. Në fund të bashkë. Aldo Baro. Adelaida Ferko. Altrin Hoxha. Aleksandra Adëri. Amanda Brenaj. Amarita Caushaj. Anisa Bajrami. Dhe Anisa Salia. Faleminderit të nderuara zonja rektore. Atëherë ftoj drejtoreshën e Spitalit Memorial Fier për të dhënë disa prej diplomave për studentët tanë në këtë ceremoni diplomimi. Faleminderit. Anita Mina. Antonia Guachaj. Angela Muskaj. Angela Sala. Ariela Malaj.
Denisa Braka. Albana Luzi. Adelaida Merka. Adelaida Merka. Borjana Gjuliu. Brikela Meçaj. Diana Lanaj. Dhe Denisa Lika. Faleminderit e nderuara zonja Dëgjoni. Faleminderit që pjesë e ceremonisë së diplomimit. Ftoj në drejtorin mjekësor të Spitalit Memorial, doktor Mesut Karatas, për të shpërndarë disa prej diplomave të studentëve tanë të ceremoni diplomimi. Doralda Canaj. Tesalda Tafa. Diana Sinamati. Daniela Alushi. Daniela Ziu. Enzi Sherifaj. Elsa Lika. Eriselda Muhaj. Esmeralda Menishi. Dhe Eleni Osmonaj. Faleminderit. Atëherë ftoj drejtoreshën e Spitalit Psikiatrisë së Vlorës, Spitalit Ali Mihali, Mariola Muaj, për të shpërndarë disa prej diplomave për studentët tanë të ceremoni diplomimi. Estera Banaj. Eliona Velo. Elfrida Seferi. Erika Ferho. Eda Mitrushi. Eda Mitrushi. Enrico Camberaj. Eriola Harisi. Esta Muskaj. Dhe Eni Ymeri. Faleminderit e nderuara drejtoreshë, ish rektori në Universitetit Ismail Qemal. Said Lilo. Sadar
Fiora Hoxhaj. Papaj. Profesor Albert Qari për të dhënë disa prej diplomave. Iris Begaj. Juliana Toska. Dhe këtij universiteti, sot në cilësinë e antares së bordit të universitetit dhe në mandatin tim të parë përfaqësuese studentëve, të jem pjesë e ceremonisë tuaj të diplomimit. Ju uroj me zemër shumë suksese dhe bëni më të mirën që keni marrë nga auditorët e këtij universiteti të mrekullueshëm dhe më të mirën tuaj. Sukses e gjithëve. Doj kushtim misionin e shenjtë. Tationa Kamera për të vazhduar. Greana Ibraj. Për të vazhduar me shpërndarjen e diplomës. Dhe që ishë nguri themelit për gjithë arritjet që ka sot Universiteti i Vlorës dhe në veçanti Fakulteti i Shëndetit. Kam shumë mirë parasysh diplomat e para, gëzimin e tyre dhe arritjet e tyre na kanë nderuar në gjithë Shqipërinë dhe jashtë vendit. Shpresoj që dhe ky brez që po feston sot 30 vjetorin të jetë po kaq i suksesshëm brenda vendit në radhë parë, po dhe kudo që të jenë, punonësit më të mirë të shëndetësisë. Ju uroj suksese gjithmonë në jetën tuaj. Faleminderit profesor. Egi Biçaku. Manuela Rakipaj. Nadia Guraj. Nerënd Isufaj. Rita Gjyliu. Romelda Stoja. Rosela Peto. Simona Kamberaj. Sara Lato. Sefetin Demiraj. Shpresa Nuretini. Valentina Alla.
Eva Shahlari. Letisa Alushaj. Letisa Alushaj. Casey Abrami. Claudia Shametaj. Michela Dogani. Melissa Gjori. Megi Kurti. Suksese Paola Alcagnari. Regina Tazzavoni. Sanie Zyta. Uroj të gjithë studentëve punë të mbarë në jetën e tyre, të punojnë ashtu si që kemi punuar neve. Unë jam i gëzuar se jam 87 vjeç dhe arrita që mbesën time të marri diplomë. Në fakultetin e Adriana Mecaj. Adriana Mecaj. Flavio Meta. Altela Lamce. Giuliani Denaj. Dhe për studenten Kujtime Bregu. Titu Nderi. Urime dhe suksese. Në këmbë në momentin që lexohet vetimi Florence Nightingale. Do ta kaloj gjithë jetën time në pastërtim morale dhe ta ushtroj profesionin tim me besnikëri. Unë do të heq dorë nga çfarëdo gjëje që është shkatërrimtare dhe dashakeqe, si dhe nuk do të marr apo administroj me vetdije asnjë medikament dëmprurës. Zotohem se unë do të bëj gjithçka kam mundësi për të ruajtur dhe ngritur nivelin tim profesional dhe do të mbaj në fshehtësi gjithçka personale apo familjare që më është besuar mua gjatë ushtrimit të detyrës, ku unë jam thirrur që të shërbej. Unë do të jem besnik ndaj punës time dhe e përkushtuar ndaj miqenjes së atyre që janë të përkushtuar ndaj kujdesit tim.